Mirë mbrëma, kush nga ju ka dëgjuar për vajzën që i pren kokën dhe ajo vazhdoi që ta mbante me duar për orë të tëra? Keni dëgjuar? Mirë, tani po ja u tregoj. Kush është rastësisht të t'i bëj lajfaqe si jemi sërish nëse nuk e ka bërë ende dhe ju faleminderit që jemi për herë bashkë. Është një ngjarje makabre, por njëkohësisht edhe shumë domethënëse. Ndaj, do t'i lutesha që në fund të kësaj videoje të mund të lini komentin për atë çka mendoni për këtë ngjarje, sepse brenda kësaj ka vërtet disa drithije që bëjnë që të reflektosh thellë. Ishte viti 1994. Në munë të cep të Afrikës, në Port Elizabeth, në Afrikën e Jugut, ndodhi një ngjarje jashtëzakonshme, një ngjarje e rëndë që shënoi përgjithmonë vajzën e quajtur Alison Botha. Alison ishte një vajzë e re në atë kohë. Nuk kishte një prejardhje të një vajze të fortë, luftëtare apo ku ta di unë. Ishte një vajzë e thjeshtë. Por në një moment kur prindrit e saj ishin divorcuar, ajo nuk e mori mirë këtë dhe u largua për disa vjet. Për rreth 2 vjet e gjysmë u largua nga Afrika e Jugut dhe shkoi nëpër Evropë, madje edhe në Amerikë për disa kohë. Pastaj u kthye sërish. Kur u kthye, ajo kishte shok, miq, pra i kishte aty. Dhe kur u kthye, donte vetëm që të gjente një punë dhe të ishte e qetë në punën që bënte. Dhe kështu bëri, gjeti një punë, por kishte sepse ishte një vajzë me virtyte, është akoma, sepse jeton. Një vajzë me virtyte që bënte ato çka shoqet dhe shokët e tjerë nuk bënin. Për shembull, Alison nuk pinte alkool. Në fakt, shpeshherë e merrnin shokët dhe shoqet dhe kur donin që të pinin i thoshin vjeni, hajde i thoshin që të ndihmojmë, që të na ndihmosh për të na çuar në shtëpi. Dhe kështu bënte gjithmonë. Dhe kështu bëri dhe një mbrëmje. Pasi mori një nga një, me fjalë makinë pas makine, se mori 5 njerë dhe i çoi, mori dhe 5 të tjerë dhe i çoi. Pastaj, pasi çoi disa shoqet saj në shtëpi, u kthye në shtëpinë e saj. Kur u kthye në shtëpi, u ul aty tek makina e saj, përpara garazhit. U ul të merrte diçka. Mirëpo, kur u ngrit përballë saj, pra nga ana ku ajo i ngiste makinën, një burr. Një burr që hapi menjëherë derën dhe e përplasi nga ana tjetër. Dhe i tha që të rrinte urtë. Al nuk bëri asnjë lëvizje sepse kishte frikë. Burri kishte një thikë në dorë. Dhe i tha, rrije qeta sepse do shkoj të marrë një shokun tim. Dhe dua tha vetëm që të përdor makinën për 1 orë. Pra kështu e detyroi vajzën që mos të bënte asnjë lëvizje. Ajo kishte frikë dhe gjatë rrugës nuk fliste fare, përkundrazi rrinte në një cep dhe nuk fliste. Kaloi disa kilometra, burri dhe shkoi mori një shokun e tij, me të vërtet mori një shokun e tij. Por i tha një emër tjetër. Me fjalë, i tha që do merrte një shok me një emër që më vonë u zbulua që nuk ishte ai emri. Dhe do t'ju them se përse. Ikën disa kilometra dhe shkuan në një vend të izoluar, një vend të degraduar që s'kishte asgjë. Dhe abuzuan me vajzën. Por ajo që nuk abuzuan seksualisht, por fizikisht. Pra ata donin vetëm të shikonin se ku mund të arrinte njeriu nëse do ta rrihnin fort. Dhe kështu bën. Filluan që ta rrihnin vajzën. Ju kujtoj që ajo ishte një vajzë e re. Dhe e brisht, si gjithë vajzat, sepse nuk ka forcën e burrit para të një mashkulli. Dhe ata filluan që ta rrihnin barbarisht. Dhe aty me shkelma, me grushta, me çfarë gjenin, në fund filluan që dhe t'i shkullin flokët, ta kapnin për hunde, ta kapnin për veshësh dhe ta përplasnin në tokë. Pra, këta kishin vendosur që të shikonin një moment makabër të një njeriu se si vdes një njeri. Po, dhe ashtu u bë. Në fakt, njëri nga këta
pas pak minutash, i futi një thik në bark, po nuk mbaroi, sepse Al bëri gjë sikur kishte vdekur. Dhe ai vazhdoi me thika të tjera, 30 herë thika në stomak. Po. Dhe pasi e mbuloi krejt me gjak, e la aty. Në një moment, dikush mendonin se ajo kishte vdekur. Në fakt, në një moment, njëri nga këta shikonte se po shikonte duart dhe po shikonte Al që ishte aty, ishte mbrëmje, ishte natë. Dhe pa që lëvizi gishtat. Dhe çfarë bën? I futën edhe 16 thika të tjera në zverk. Por thikën e parë për t'i prerë kokën dhe pastaj thikat e tjera. Vajza tashmë ishte e pamundur që të mund të jetonte. Dhe gjitha i gjak që kishte humbur, për më tepër i dëgjonte, ajo thoshte që dëgjonte çdo gjë që ata flisnin. Dhe njëri nga këta i tha shokut, si thua, tha, ka vdekur? Askush nuk mund të mbijetoj, i tha tjetri, me 30 thika në bark dhe 16 thika në zverk. Duhet kishte vdekur me kohë, dhe pa dyshim ka vdekur. Pasi e shtytër me këmbë, menduan se kishte vdekur. Dhe e lan aty, në një pjesë që ishte një pjesë rëre, për bri ati vendi të izoluar. Al i mandemënte emrat e të dyve. Ata gabimisht than emrin e njëri tjetrit të vërtet, gjatë atyre momenteve, sepse duke kujtuar që Al kishte vdekur. Dhe ikën sepse menduan që ajo tashmë kishte vdekur. Al përpara se t'i binte të fikët, sepse nuk kishte më, që mos kishte më ndjenja, përpara se mos kishte më ndjenja, shkruajti emrin e njërit prej tyre në rër. Pa e menduar që rëra me kalimin e orëve mund të shpërbëhet ai emër, por në ato faza, në ato momente, nuk kishte zgjidhje tjetër. Për më tepër, aty në rër mund të shkruante vetëm atë, sepse nuk mund të lëvizte dot. Dhe shkruajti më poshtë, Mom, I love you. Ishte një vend i izoluar dhe nuk mund të kalonte kush, por si që thamë dhe më përpara pasi hapëm këtë video, nuk është se vendosim ne, se kur do ikim nga kjo jetë. Dhe duke si kur çdo gjë që ndodh për një përse. Pra nuk është se ndodh diçka kot më kot, por duke si kur gjithçka që ndodh në jetën tonë është e qëllimshme për diçka. Në fakt, në atë moment, ishte vonë e përsëris, ishte natën, sidoqoftë kaloi një makinë, e vetmja makinë që kaloi atë mbrëmje. Po, dhe një djalë i ri, falë Zotit, e pa nga largë, edhe pse aty nuk ishte rrugë, por ai duke ecur nga rruga pa trupin e Alit aty shtrirë. Shkoi, dhe sa e pa që ishte mbuluar me gjak, mori me njëherë ambulancën. E sidoqoftë filloi që ta ndihmonte. E futi në makinën e tij dhe pastaj u takua me ambulancën në rrugë. E çuan në spital. Dhe një nga kirurgët më të mirë që ishte aty tek ai spital, kur e pa që ishte me 16 vjet eksperiencë, tha që nuk kishte parë kurrë një gjë të tillë dhe as dëgjuar një gjë të tillë me 30 thika në bark dhe 16 thika në kokë, në qafë, të mund të mbijetonte ajo vajzë. Dhe për orë të tëra, edhe gjatë rrugës që e mori ai djalë, që e mori në makinë, Al mbante kokën e saj që mos t'i shkëputej nga këtu, sepse ishte pothuaj gjysmë e prerë. Normal që disa damar dhe disa arterje nuk ishin prerë dhe njëkohësisht edhe shtylla kurizore dhe ky ishte fati i saj, por një vajzë e tillë, e thjeshtë, me 30 thika në bark, me 16 thika në
në zverk, pra në qaf, dhe të mbjetoj, këtu mund të mendosh me të vërtet që ka diçka të mbi natyrshme atje lartë. Si përfundim, Al shpëtoi. Dhe kur erdhi policia, u tha emrat e të dyve, i mbante mend. I morën, i arrestuan. Por, në vitin 2023, që të dy tashmë dolën jashtë të lirë. Ishin dënuar për tërë jetën burg. Por ligjet sapo shkojmë dhe mëtej dhe aq më pak bëhen të rënda. Dhe sot Al, edhe pse jeton me shumë probleme fizike, por sidoqoftë jeton. Ndërsa ata që e therrën, jetojnë edhe as që nuk e çajnë kokën fare. Ky është ligji sot. Dhe kjo është historia e vajzës Alison Bota. Pres komentet tuaja. Kalofshi një mbrëmje të këndshme. Ju falenderoj që jemi për bashkë. Natën e mirë.